ekspertët e Autoritetit të Konkurrencës aktualisht në këto momente që ne po flasim, ju kërkojnë ndjes për krahasimi, por janë si sardele 7 vet në një ambient 10 ambientet e punës. Ky institucion është krijuar në vitin 2004. Në momentin e krijimit ka pasur 13 punonjës dhe është vendosur në ambientet aktuale ku ka edhe sot pas 21 vitesh. E ka nisur punën me 13, sot jemi 49, jemi në po të njëjtat ambiente. Unë kam thënë diku, ne jemi në kushtet edhe të problematikave të higjienës. 35 zonja të cilat shkojnë në një tualet është shumë banale që po e them, po ka ardhur në momenti që duhet thënë tashmë se nuk mban më. S'ka arkiv, në ambientet ku ne bëjmë mbledhje përdoret dhe për arkiv, po të shikosh muret